Natyra Kuqi është befasia e këtyre zgjedhjeve, ndërsa Arjan Tahiri i PDK-s është vetëm një flusk mediatike. Natyra është krejt ndryshe prej secilit kandidat në Kosovë në këto zgjedhje. E para punës, Natyra është një grua tepër artikuluar dhe e guximshme. E ka një fushot atraktive, kreative, të mirë menduar dhe të operacionalizuar në mënyrë gati perfekte. Nuk e ka të shtirën paraqitjen, është autentike, nuk kopjon. Është në terren duket energjike, i shfrytëzon tepër mirë rrjetet sociale. Pikërisht për këtë, Natyra është e vetmja kandidate që ka arritur të bëjë fenomen nacional, me u komentu në rang nacional, duke garu për një komunë vogël si Deçani. Aq u bë e famshme Natyra sa ka shtira Mush Haradinajn me ndru vendbanimin e me u bë prap qytetar me letra i Deçanit. Natyra ka ndjek një logjik të thjeshtë të fushatës, që duhet më analizu dhe më marrë shembull në krejt fushatat lokale. Spari ka evidentu paregullsi e ka dokumentu keqeverisjen e gjatë të AK-s. Pasi ka njoftu qytetarët me keqeverisjen, Natyra i ka ofruar zgjidhjet, ka premtuar projekte konkrete. Edhe sloganin e ka tepër jashës PSD-ja në këto zgjedhje. Për ty, jo për vllazni. Është slogan që jep një mesazh të qartë të ndaljes së korrupsionit e keqeverisjes së AK-s në Deçan dhe rikthimin e qeverisjes te qytetarët. Normalisht, Natyra është në opozitë, çka i ndihmon me fol pa pasur nevojë me u mbrojt për të kaluarën e saj. Krejt e kundërta Natyrës është fushata e Arjan Tahirit. Kandidati i PDK-s e ka një mënyrë tepër të mërzitshme të debatit. Kur nuk e ndron tonin, gjithë flet pa emocione. Mënyra se si paraqitet në emisione, Arjanit ta jep përshtypjen që është vetëm një kopje e zbet e Bedri Hamës. Ndonse është në moshë të njëjtë me Natyrën, Arjanit duket jo energjik në krahasim me Natyrën. Edhe në artikulimin e ngjan, flet sikur më kanë tu fol Bedriu. Arjani është flusk mediatike, po mpemi analizëve përmes statusëve në Facebook. Është gati krejt i pavrejtshëm në rrjetet sociale. I përdor nderat, flet për projekte të mëdha kapitale, ndërsa nuk e ka renovuar shkollën Frank Bardhi, nuk i ka ndërtu objektet për shkollën Tefta Tashko e Abdullah Shabani. Mbi gjitha e ka mbi supe arsëtimin e 4 vjetëve të qeverisës Dembele të Bedri Hamzës, ku Arjani u ka në kryetar. Për shembull, çka ka më thënë Arjani banorëve të Shalës Bajgorës, ku nuk e ka realizuar premtimin për hapjen e më shumë se 200 bizneseve familjare në Mitrovic, kryesisht nga Shala Bajgorës. Kushdo që nesër hyn në politik, e këshilloj që është më mirë me marrë si model Natyrën dhe jo Arjanin.